Ti, profesor, je njoft edhe si përkrasi i madh i Vjosa Osmanit atë kur isha në zyre. Çfarë mendon për presidentin tash? Tani unë mendoj kështu si fenomen, prap nuk kam kur fal lidhje me Albinin kum najt disa herë, kurse me Vjosa Osmanin njerë kum taku në koncert në Prishtinë vitin e kaluar. Unë mendoj kjo gjenerat, po mendoj për Albinin, gjenerata që ka ardhur në pushtet, duhet t'i jepet për krahje, po jo vetëm shqiptar, po edhe opozita se është në të mirën e Kosovës. Është hera e parë, mendimim, aq sa e kom përcjellur në prej fëminisë, prej Odës së Rexhepit, politikën asnjëherë. Në historinë e shqiptarëve nuk ka ardhur një udhëheqje e mirëfillt, e shkolluar, e edukuar dhe me drejtime, me qëllime, me mision të saktë për me kontribu për Kosovën. Unë i përcjell nga larg, po sot komunikimi në telefon i ki gjitha, ato që ka është duke po aje, ose kjo gjenerat, do të përkra, jo sulmuar, jo kritikuar, jo me epitete ma banale që mund të egzistojnë. Unë kur ka ardhë Vjosa Osmani për ta citoj, tash më kujtu në Facebook, për herë parë që përkrahin dikon, ku më thonë, sot foli Universi, kur është gjithë atë ditë. Dhe Universi foli me veprimin që erdhë kjo. Dhe prej sodit, asgjë nuk do t'jetë njësoj në Kosovë. Për të mirën e Kosovës. Edhe kum qujt Vjosa Osmani, Mona Lisa, se po tashish në një fotografi është Mona Lisa e Kosovës. Ato që Da Vinci, njeri artisti maj madh botë është frymëzu. Dhe Vjosa, Albini e këta njerëz du të na frymëzojnë. Jo të qohmin me ngjes dhe të flajmë ose shumica e njerëzve që i kritikojnë e prishin gjumin duke ja u pasi nati. Nëse është në të mirën e Kosovës, jep ju shansa, mas 4 vite të shohim rezultatet, çka po bëjnë këta njerëz? Ju kena dhënë 20 vjet që kanë shkatruar ekonominë e Kosovës. Unë flas për ekonominë. Politikën, pasojat politike, sot Albini edhe Vjosa kanë me pas të lashe në ato që ka nënshkru, se një biznismen, një kontrat, kër e nënshkru diçka, është përgjegjësi, është obligim, dhe këto kontrata nuk i ka nënshkru Vjosa, as Albin Kurti, as kusht i ka nënshkru ata që i folim, dhe Kosova me skenën botërore do ketë probleme, si mos mi zbatu këto kontrata që i kanë kriju ata. Prandej, ato që folëm në fillim, pasojat e kësaj gjendje ekonomike, politike nuk janë kriju nga Vjosa, nga Albini. Kështu do të vlerësohet realisht, se këto janë fakte, këto nuk janë opinionet të opinionistëve që paguhet dhe fletë sot kundra Albinit, nesër fletë kundra Hashimit, dhe kësi opinione nuk jep. Unë jep fakte që i një personalisht, përveç Vjosa e këta që nuk